Mos e li të pyetjen time, çfarë po ndodh me Elisën Spiropalin sot? A do ket fatin e benëve të partisë? Jo, më vjen keq mua mos më kërko të gjykoj kolegët e mi. Këtë gjë unë nuk e bëj. Po ti shjuhesh për dhënien opinione. Po jo për ajo, jo për njerëz. Për çështje po flas, për parime po flas gjithë ditën. Për njerëz nuk komentoj. Kanë një lidhje miqësore të fortë dhe s'do që të Jo, ma kam kolege. Njësoj siç kam kolege edhe të tjerë njerëz brenda Partisë Socialiste. Por po them, kjo pikë në këtë pikë unë nuk gjykoj njerëzit. Unë gjykoj parimet, gjykoj çështje. A ke ndonjë këshill për Elisën në këto momente si politikan me karrierë, me i vjetër brenda PS-s, njëri që e njeh partinë në themele? Varet ama pranon këshillën apo jo. Unë nuk jap këshilla për njerëz. Ti bëj detyrën siç ke bërë. Jo, një sekond. Unë nuk jap këshilla nga pozicionet e atij që ka një karrierë të gjatë në Partinë Socialiste, ka shumë kohë, ka një periudhë shumë gjatë në raport me karrierën tënde. Po jo, unë nga pozitat e tilla nuk jap mend kërkujt. Nëse duan të më dëgjojnë, okay. Unë mendoj që Partia Socialiste ka hapësirë boll për të thënë gjërat aty brenda.